Përgatitet zoti Braçe. Para se të filloj, zonjë, nga që mu dha fjala për herë të parë tani, dua të them dy fjalë për ngjarjen e rëndë që u pasua me vrasjen e një polici dhe me një plagosjen e një tjetri. Është pa përgjegjësimë në rastin më të mirë totale e institucioneve shtetërore. Drejtori i policisë Korç, Vilson Bal Rrëmbyesi, e cilësoj Vilson Bala Rrëmbyesi, sepse prandaj është emëruar drejtor, për merita se Rrëmbeu ish presidentin dhe ish kryeministrin e këtij vendi, ka quar para një personi me rrezikshmëri të lartë i dënuar disa herë, dhe dije që ishte i armatosur dhe me mburoj politike. E theksoj me mburoj politike, dhe dalë dikush ta kundërshtoj. Ka quar policë të thjeshtë, të pastërvitur, jo profesionist për rastet e tilla, të pa pajisur me pajimet e nevojshme në rastet e operacioneve, dhe mbi të gjitha shkon të kapësh të neutralizosh një person vrasës apo trafikant me rrezikshmëri të lartë pa antiplumb. Viktima është viktim më shumë e Vilson Bala dhe banditëve që janë në krye të policisë shtetit se sa atij banditi që vrau. Kjo është, ndaj s'mund të rria pa e përmendur këtë gjë. Gjëja e dytë që doja të sqaroj është për një status timi të djeshëm që u bë viral me keq interpretime nga një portale që paguhet me paratë e këtyre të pushtetit, vetëm për dizinformim. Unë në reagimin tim dje e kam pasur të qartë dhe të përcaktuar, madje e kam pasur të shoqëruar edhe me foto. Me foto, për kë e kisha. I quajta mercenar të Sorosit, po. I kam quajtur këta marksistët. Dihet atë. Sorosistët, që janë pjesë e administratës shtetërore. I kam quajtur edhe këta të tjerët të këtij që nuk dihet çfarë është as i majt as i djathtë, që rrin krah atyre atje. Pra i kam quajtur gjithë ta që luajnë rolin e opozitarit, opozitës dhe që u futën në protestë për ta kanalizuar dhe drejtuar protestën kundër opozitës. Këta janë birbo majtist ekstremist. Këta janë nuk din as vetë çfarë janë. Këta vetë nuk kanë këllë që të ngrenë kauza, sepse i din që nuk i ndjek askush. Këta hyjnë si kuaj troje për të vjedhur kauza. Nuk është hera e parë. A ishin po këta, së bashku me Lali Vjetësin dhe me sorosistë e majtistë të tjerë të pafund, që shkatruan protestën studentore duke u futur brenda tyre. Të dashur protestues, dashur qytetar, kujtojeni çik, besoj që e mbani mend, ishin këta që shkatruan protestën studentore. Ndaj, ju lutem, i përçmoni këta. Ju protestues keni kauzën tuaj. Askush nuk duhet t'ju përzijej te kauza juaj. I nxirrni jashtë këta mercenarë të regjimit, sepse këta janë opozitarë të opozitës. Dhe këta ja u bëjnë pis protestën ju. Këta duan t'ju vjedhin protestën. Këta duan që t'ju shkatrojnë. Gjithashtu në statusin tim dje, me shkrim dhe me foto, sulmova European Greens si Soros agenda. E kishin të qartë, jo se u dikte për Zvërnecin, as për Flamingot, e kishin me kushtërin ata. Pse është agenda e Sorosit. Por të gjitha këto, për gjitha ta pjesë të administratës, që u futën mes protestuesve, me idenë se po i mbështesin, por me qëllime për të kanalizuar protestën dhe për të menaxhuar atë jo më kundër regjimit, por kundër investimeve të huaja, edhe kundër opozitës. Qëllimi i tyre dihet, devijim dhe shkatrim. Atëherë, a kam të drejtë unë t'i quaj këta mercenar? Të tillë janë. Për këta e kisha pra,
po kur unë nuk mund të artikuloj termin mercenar për protestuesit. Pse? Jam një protestues i përhershëm. Kam 35 vjetë që mund t'jem nga protestuesit dhe organizatorët e protestave më të shumta dhe më të mëdha që ka njohur ky vend. Kam një jetë mes protestash. Kështu që unë nuk mundem dhe t'i akuzoj ata. Por, sepse jam njëri që kam edhe respekt për ta, duke patur respekt edhe për veten time. Por këto birbo që kanë qëllime të tjera, këta kanë qenë objekt dhe do të jenë objekt i sulmit tim. Unë kam sulmuar dje edhe me foto, edhe komisioni të ashtu quajtur, Komiteti Shqiptar të Helsinkit, si një pjesë e agendës së Sorosit, i cili punon vetëm për atë agendë, dhe asë një sekund nuk punon për të drejtat e njeriut. Pse, ja po e faktoj. A u vra Gjoklaj, Ardit Gjoklaj, a dini gjë ju në deklarat të Komitetit të Helsinkit Shqiptar? 0. A u vra Klodian Rasha, a dini ju ku ishte në vara mbi varë kjo Komiteti i Helsinkit? As kur se di, nuk unë dje. 0. A u vra Martin Cami, a dini gjë ju ky Komiteti i famshëm i Shqiptar i Helsinkut, me ato mbetje fosile që kanë ngelur atje, që përfaqësojnë, ku ishte? Nuk ekzistonte. A u arrestua, u rrëmbye si një kriminal ish presidenti dhe ish kryeministri i vendit. Pa mandat arresti, pa asgjë, rrëmbim banditesk. Dini gjë, ky Komiteti Shqiptar i famshëm i Helsinkut me ata fosile që e drejtojnë, ishte gjikundi, ndjehe, ishte gjallë? Jo. Prandaj këta janë pjesë e sulmit tim. Prandaj agenda ime është për të sulmuar edhe këta bastard. Po sigurisht, tani t'i kthejmë këtyre European Greens. Po kur u ndërtua aeroporti, ku ishin këta? Më thoni ju ku ishin? Pse nuk reaguan? Sepse aeroporti i Vlorës është ai që shkatron lagunën, ai që zhduk edhe pelikanin, zhduk edhe të gjithat, gjithë shpenët tregtar. Po, ishte në projektin tonë, kur ishim në pushtet aeroporti i Vlorës, po ishte kthesa Levanit, dhe nuk ishte asnjë lidhje me lagunën. Por atyre nuk ju anden, atyre European Greens, nuk ju anden për asnjë nga këto. Jo, ata kanë një objekt, të sulmojnë Kushnerin, të sulmojnë tjetër kënd. Nuk ju anden fare as për Flamingo, as për shpend tregtar, për asgjë, fare. Tani, këta unë pra i quaj, mercenar të Sorosit, dhe askush nuk mund thotë që nuk janë. Pra, por unë për protestuesit, jo, sepse se thash, kam protestuar vetë dhe jam protestues për një jetë. Ama disa portale që paguhen nga qeveria për të sulmuar opozitën, pa diskutim janë mercenare dhe ata. Dhe këto, gjitha këto akuza, unë i ka patur të shoqëruara me foto. Në fotot e mia nuk ishte asnjë foto për masën e protestuesve. Tani, një gjë e kemi bërë të qartë. Jemi dhe kemi qenë pro investimeve të huaja. Aq më tepër në rastin konkret. Në një vend ku është bërë tokë e djegur nga investimet e huaja, prej 13 vitesh vjen një investitor i madh. Jam pro dhe jemi pro sepse e dua dhe e duam vendin tonë. Dhe duam që të zhvillohet me këto lloj investime. Dhe jo me kartelo investime siç ka ecur deri tani në këto 13 vjet. Siç ka shndruar Rama, siç e dini ju të gjithë, bregu nga fillimi fund me kartelo investime. Ky lloj investimi jep prestigj. Edhe e them këtë pa ndroje. Pse? Rama dhe këta këtu ditën bëjnë sikur janë për investimet e huaja. Dhe tani kanë filluar natën. Programojnë për t'i zvendësuar investimet e huaja si ky rast me narko investime si rasti i Gysit. Po, do ta them edhe më poshtë. Sepse nuk shpjegohet ndryshe me zotëria parafolës tha investimi strategjik. Edhe një minutë të lutem. Po munde. Investimi strategjik. Qeveria ka detyrë, tha Strazimiri. Qeveria me ligjin e investimeve tuaja ka detyrë ti garantoj çdo gjë. Për aeroportin e Vlorës i garantuat çdo gjë.
madje keni lënë edhe 10 fugonat FNSH-s atje. Ndërsa për këtë investim, jo, i thoni, zgjidhi vetë pronësinë, zgjidhi vetë për konfliktet me njerëzit, zgjidhi vetë gjithçka, se ne s'kemi punë. Ja pra kjo është loja me 2 porta që bëni ju. Nga njëra anë, i lipijeni Soros, nga ana tjetër, bëni sigur jeni me këtë. Dhe po ju them çfarë po luhet, edhe 30 sekonda, të lutem zonjë. Pse nuk ju thoni pra shqiptarëve që atje është një projekt i dytë, në Zvërnec. Projekti është i Gys Agasit, i Engjëll Agachit, që rastësisht na pas ka ndalë komshin me Kushnerin. Njëri me 302 hektar, po, duhet t'ja thoni shqiptarëve, gjithë lagunën, atë për cilën flitet sot, laguna është pronë e Gys Agasit, 302 hektar. Po aty, ka dhe Engjëll Agashi, ka dhe gjithë. Pra thoni, investimin e huaj, doan ta kthejmë në narko investim, pranaj bëjmë sikur jemi kundër potezës dhe gjithë bashkia, gjithë administrata dhe gjithë shteti është aty me këto qëllime. Jo a thoni shqiptarve, por ama mos harroni. Kjo lëvizje që... Zoti Braçe, dhe të përgatitet Zoti Bardhi.